Familja e Shori ka qenë, po thujmë në rrethim plot, e ka qenë shumë e pamundur, edhe pse ai njësit ju QK-s që ka qenë i armatosur e ka pas pamundur me dëpërtu, se sot po flitet gjithçka, jo kanë lënë vetën tjera, pas humbjeve, sepse në Likoçan dhe Qerez, ushtria policia serbe kanë pas humbje të mëdha. Edhe nga 2 nivat, por edhe në 2 luftim, sepse Beqir Recgjepi e ka vazhdu luftën dhe nuk është largu nga lagja dhe ka rezistu. Dhe më thonë, ka shumë gjasa se ka pas edhe policë tjerë të vramë aty, tash në shaj hakmarrje. Policia dhe ushtria serbe e kanë bërë sulmin tjetër tinzor me 5 mars të vitit 1998. Po ashtu, sulmet janë kry nga një konvoj i madh i ushtrisë së policisë serbe që ka ardhur prej Mitrovice edhe një tjetër nga drejtimi i Drenosit. Po, në fabrikën e municionit në Skënderaj ka pas shumë forca policore ushtarake të stacionuara që kanë qëndru kohë gjatë. Edhe prej këtyne 3 pikave është sëlmu familja Shori, edhe familja Shori realisht për deri me datën 7 ka rritë të qëndroj. Unë me 5 mars kom qenë në redaksi kur mora vesh, nxitova dhe shkova drejt vendin ngjarjes. Nga ajo që kom parë nga distanca, sepse ishte pamundur të afroheshim, një raketa Hels që ka qenë i stacionuar te listat e Polacit, pothuajse ndoshta ka qenë edhe më shumë, po u doke një kapozita kur isha në çdo minutë dikur nga 3-4 predha në trullin e jasharëve i ka zbras. Familja e Shori ka qenë po thujmë në rrethim plot, e ka qenë shumë e pamundur, edhe pse ai njësit ju QK-s që ka qenë i armatosur e ka pas pamundur me dëpërtu, se sot po flitet gjithçka, jo kanë lënë vetën tjera, po ka qenë e pamundur me dëpërtu. Të 2 nipati kanë insistu me dëpërtu, po njëri prej tyre është vrarë, me gjase tjetri është plagos nga ushtria policia serbe. Të shtenat mbi trullin e jasharëve kanë ndodhur me 5, 6, 7 mars, ndërsa me 8 mars ka pas shtenat, që do të thonë praktikisht aksioni famkeq i policisë së ushtrisë kriminale, do të thonë ka me 8 thuajse veç ka përfundu